ndaj fatkeqësive natyrore. 757 fermerë nga Krutja e Lushnjës kanë firmosur kontratat e siguracioneve për të mbrojtur prodhimet e serave në rast të fatkeqësive natyrore. Ministri i Bujqësisë Edmond Panariti u shpreh se kjo do të jetë zgjidhja më e qëndrueshme gjithëpërfshirëse për bujqësinë shqiptare. Ne nuk mundet të luftojmë me forca madhore, askush nuk mund të kontrollojë preshrin, askush nuk kontrollojë stuhit, askush nuk mund të kontrollojë përmbytjet, por ne nuk mund të vazhdonim ashtu siç kemi vazhduar deri tani. Fatkeqësi natyrore, preshër, stuhi, përmbytje dhe faturat shtetit. Sigurisht shteti nuk do të rriqet nga përgjegjësia e tij për të ndodhur pranë jush, për të lehtësuar dëmet që do shkaktojnë fatkeqësi natyrore. Po shteti nuk mund të jetë aktor i vet. Po hedhim themelet e një zgjidhje të qëndrueshme të këtij problemi nëpërmjet një partneriteti solid, nëpërmjet një projekti pilot ku përfshihen për herë të parë 757 fermerë, ku sigurohen serat, po jam i sigurt që në të ardhmen do sigurohen edhe investimet e tjera bujqësore, siç janë pikat e grumbullimit, magazinat frigoriferike, siç mund të jetë prodhimi në ar. Ministria ka përgatitur një ligj ku parashikohet që të gjithë ata që do të investojnë në bujqësi një shumë të konsiderueshme do të jenë të detyruar që të sigurojnë aktivitetin. Shqipëria ka marrë mbështetje për sigurimin e bujqësisë edhe nga Bersh, e cila ka ofruar 60 milion euro për kreditimin, ndërsa 15 milion janë vënë në dispozicion nga qeveria shqiptare.